Unë e vetë kom pa qëtu sheler, të ne sheh kom pa që fëll shqip, kur e kanë thash qabë për e të fundin, kur e ke bo haqen, kur se shkon haq, më tha sot sabaj e më kanë, sheh. Të bo ma vetë, sheh me emës, për du me emën me kalzu. Tha shurna, tha sot, tha në sabaj, tha, jem kanë, tha edhe e ko bo të avaf, qabën. Edhe mënyrë ironike i thash, a pat kalablaka, kenzet, aftofta, bike, shia, sende. A e tash mu për më thot ati, a i gare hoq për bën me mua. Tash tja për dokna, unë e ty qa për dokna, lo për dokna. Që shti bën e i gare. Tash tja ma i misë Resulullah s.a.s. me sahabëta. Pejgamber a.s. mu qu me shku për Medinës në Mekë, nuk e lanë mushrikt me hi, u detyru bashk me sahabët mu këthy. Dhe e bonën marveshën që vitin arshëm me ardhë në qabe. E pejgamber a.s. s'muj ke sabah me shku të avaf me bo qabën, po u kthejke kër i thejshë më shik ktheu, ati ma i misë Resulullah s.a.s. mu bone. Unë kësi lafe si student, pa tani për disa studentve të Malajzis, më thejshë një kena në do sheler, i rrim shërsyt që shtojnë edhe s'fol me kërkon me gjlis, edhe ma se i qërsyt, kështu një qa u bo, qa u bo shë, e bona të avafin qabe. Ma vonë, o pepim shërsyt përri qa u bo, e fala drekën qabe. I që një gjamit Resulullajt, mashallah, që bëban shi. Këto e gare, të fora, me qësi fora. Nëse kundështën parimet e dinit, Allahu Teala dije se kjo e dejgjallë, shejtan është. Kjo të rrejt. Po qohet njëri, saba, po shkën atjene, qetrin shehe shisha të kalcu, e kom pa pram, andër vetin, para dyrve të gjenetit, të thonë që kjo bën me hinë gjenet, që kjo s'bën me hinë, që kjo bën me hinë, që kjo s'bën me hinë. Në internet e kom pa, një she i Siris, i Arabve, edhe bëj ke bej, wallahi, Allah i qafët ta thajë. Tyt pas kanë lanë me kalcu, kush bën me hinë gjenet, e kush s'bën me hinë në gjenet. Ha, a ka mundësi ky me bas ben tamam që ka pa ëndër, ka mundësi, se kjo ka mundësi me qenë ëndër e shejtanit. Ka shejtani edhe ja ka trullaf kryt, se ti e bo për mashallah, ty kena me të lënë të dyrë të gjenetit, edhe me kalzu, që ky bën, që ky s'bën, që ky bën, që ky s'bën, mishtin këtë dën ti në gjenet. Qo tjetri, tash që o dal me përkra, këtë Asadin e Siris, Ramadan Buti, që kanë marak të natë bidat qitë, që të shkru në liber, baba e me ka pa ondër, Zotin e ka pa ondër. Në Allah i në rrutë. A e peshe ondër Zotin. Ma me dhe nësëm natën e mirajit, s'peshe Zotin, që o dërvishë të ka pa baba e më Zotin. Allahu Teala do të shihet vetëm ditën e gjykimit. Wujuhun yawma idhin nadira li rabbiha nadira. Atë ditë do të jenë fytyrat e gëzueshme se do të shiqejnë Allahun Teala. Dhe ti mi thon hoxha, që dhe diktatorin e mbrën, e popullin e shat, dhe më që dikush me më thonë mu, që kjo është hoxha. Jo s'kemi nevojë neve për hoxhallar, tagutave dhe të bidatçive, që i mbrejnë kësi zullumqar, që vrasin fëmijë e njerëz në përgjamia dhe djegin musliman.